Çfarë mund të ndodhi mëtej? Jo vetëm çrregullimi hormonal, por edhe rritja e nivelit të yndyrës, që kjo na jep ne një zbokt, si thuash, me një ngjyrë të verdhë dhe me shtresa si të trasha. Nëse këto na shtresëzohen më shumë, trashet më shumë kjo lëkura e dëmtuar në pjesën e sipërme të saj dhe na infektohet ndoshta edhe me bakterie të tjera, shkuam drejt një dermatiti seboroik. Nëse do të kemi parasysh që jo vetëm tek moshat e reja, po kemi edhe një zbokt tek moshat e vjetra, për shembull, që ata kanë shkaktar të tjerë, kanë moshën, kanë mos ushqyrjen e mirë, për shembull, ose të rinjt kanë një ushqyrje të njanshme, jo me yndyra të shëndetshme, jo me omega 3, 6, jo me vitaminën A, për shembull, dhe E që i duhen shumë lëkurës, ose me ndonjë mungesë të zinkut. Pra këto janë disa faktorë që na çojnë këtu. Por ka një dallim. Për shembull, kur zbokthi është me origjinë nga yndyra e tepërt, ngjyra e saj është e verdhë, si e yndyrshme. Dhe copat janë të mëdhaja. Dhe ne me dermatoskop dallojmë. Kemi thjesht nga yndyra, nga floku i yndyrshëm. Po kur e kuptojmë që kemi së brendshmi problemin dhe jo thjesht nga yndyra e flokëve, se flokët dihet që janë të tipeve yndyrshme. Çrregullimet hormonale, për shembull androgjenet, pra mundet të kemi një luhatje, si thua, një rënje të testosteronit. Por mund të kemi ndonjë sëmundje, për shembull, ose diabet, ose ndonjë tiroidit, i cili shkaktohet me tharje lëkure. Dhe kur thahet lëkura, sidomos në skalpin e kokës, ne e çajmë ndoshta edhe me një gërvishje të lehtë. Po u ça, kjo malasezia është këtu. Kjo majaja. Do gjetë rend të rritet edhe të. Dhe menjëherë kjo fillon rritjen e saj, pavarësisht se është moshë e re apo është moshë e thyer. Tek moshat e thyera, këto të zbokthit janë të vogla kështu, janë të bardha dhe lëkura rrin shumë e thatë. Por prandaj fillojmë tek faktorët, sepse ne shohim që kemi zbok dhe luftojmë së jashtmi, por ndërkohë duhet parë më thellë situata. Nëse ai nuk largohet me çdo përdorim të shampove, të trajtimeve natyrale, farmaceutike, dhe ky zbok qëndron aty, përsëri nuk gjen ndërman. Por ama duke rregulluar këto faktorë, siç ju përmendët, hormonal, florën bakteriale, po flora bakteriale si ndikon, doktor? Kur themi ne zbokthi lidhet me zorrët. Po patjetër. Shiko, në qoftë se ne do të kemi një funksion shumë të mirë të zorrës së trash, atëherë sistemi nervor është i shëndetshëm. Kjo është e padiskutuar. Nëse sistemi nervor është i shëndetshëm, atëherë komandat që do t'japi për gjithë trupin do të gjejnë zbatim, si thuash, në drejtim të mirë funksionimit të çdo organi. Kur këto nuk janë në balancë të lidhura me njëra tjetrën, fillon kjo çoroditja. Por të mos harrojmë, çoroditja është po e njëjtë edhe tek kjo bioflora e zorrëve. Pra ne kemi një mikrobiom aty, e cila kur prishen ato balancat, rrjedhimisht do të prishet pa diskutim edhe mirë funksionimi, sidomos i zorrës së trash. Pra do të kemi gazra, do të kemi fryrje zorrësh, barku, do të kemi një mostretje të mirë, do të kemi patjetër, mund të kemi konstipacione, mund të kemi diare e kështu me radhë. Këto tashmë në mënyrë vertikale fillojnë të çoroditin sistemin nervor. Ky do të na japi nervozizëm dhe ka plot njerëz që gjatë nervozizmit kanë këtë kruarje kështu. Kanë një kruarje të lehtë të kokës. Kjo kruarje lehtë e kokës do na krijojë ndonjë plasaritje aty, ndonjë gërvishje, dhe kjo ja filloi që të na krijojë një terren të shëndetshëm ushqimi. Ne lidhim si një lloj vesi, për shembull, ka njerëz që në mënyrë pavetëdijshme vendosin dorën për të. Po ka edhe njerëz që ndoshta nga padia e thajnë shumë skalpin e kokës. Dhe prishet, si thua, ajo barriera midis ujit edhe yndyrës. Kur kjo prishet, lëkura thahet shumë dhe lehtësisht kjo mund të çahet, të plasaritet. Dhe sa të plasaritet kjo, atëherë kjo kërpudha, kjo majaja, këtu është. Atëherë ajo fillon veprimin e saj, shumëzimin, veprimin, dhe
pa tjetër që do të prodhohet zbokthi. Ka njerëz që për shkak të zbokthit dhe që çojnë atë një problem estetik, sepse është kjo xhaketa apo këmisha apo mbi kokë apo të mbulon ajo si një lloj pluhuri ose thërmiza, të cilat janë gjithkohon janë këto, kështu i shef ata që kanë zbokth. Dhe ndoshta gabimi që ata bëjnë është që lajnë shpesh kokën. Po patjetër. Është e gabuar kjo apo për shembull ata që kanë kokë ose flokë të yndyrshëm i lajnë shpesh? Në të vërtetë është e gabuar. Ai mendon se duke e larë kokën shpesh, ka njerëz që thonë ky mund të jetë i palarë, për shembull. Ajo nuk është e vërtetë, nuk është nga mos larja. Ndoshta është nga larja e tepërt, dhe ndoshta ajo shampua mund të jetë një shampo e ashpër, e cila jo vetëm që nuk ma zbut skalpin e kokës dhe fijen e flokut, por e ashpërson atë. Dhe kur kjo ashpërsohet, plus një tharje me atë tharësen e flokëve në temperaturë të lartë, atëre ne dashur pa dashur i krijojmë terren kësaj lloj kërpudhe, që kjo të filloj ta ashpërsoj dhe ta çajë lëkurën e sipërme dhe këtë shtresë ajo ta nxjerrë në formën e luspave kështu, dhe pjesa tjetër do të filloj, organizmi do filloj të prodhoj qelizat e reja, t'i vendosi ato. Po filloj ky proces, pra dëmto, prodho në mënyrë të vazhdueshme dhe të shpejt, atëre dashur pa dashur ne e kemi mbushur kokën si me atë dëborën e bardhë. Është gjenetike? Po jo, nuk mund të themi që kjo është gjenetike. Në të dyja këto raste, për shembull, te këta të rinjt, ndoshta këto çrregullimet hormonale, tek dy fotot që kemi përzgjedhur, si dhe meshkujt ashtu dhe tek femrat. Femrat janë që ndikohen nga ndryshimet hormonale, ndoshta dhe nga stresi. Ne kemi patur te puna edhe njerëz që, shiko, nga ky zbokthi, që është një gjendje inflamatore e lehtë e skalpit, ata kanë arritje dermatitis seboroik dhe pastaj ajo krijohet si pllaka të trasha, të zbardhura, aq e dëmtuar lëkura sa shkul edhe folikula të rrënjtë e flokëve.